Një jetë të tërë në shërbim të njerëzve u kujtua me mirënjohje dhe respekt. Familjar, miq e bashkëpunëtor mblodhen të martën në Rahovec për të nderuar jetën dhe veprën e Ramadan Ramës, ish drejtorit të qendrës për punë sociale të kësaj komune, përmes një mbledhje komemorative. Trashëgimia e tij pritet të vazhdojë pasi djali i Ramës ka vendosur të themelojë një fondacion me emrin e të atit. Unë së shpejti do të filloj procedurat për themelimin e një fondacioni që do të mbaj emrin e babit Ramadan Rama, i cili do të dedikohet pikërisht kategorive që babi angazhua aq shumë të ndihmojë. Fjalët e mira e kujtime nostalgjike për Ramën foli edhe shoku i tij jetës, Tomor Xerxa. Kujtimi, misia dhe vlerat që na la do të jenë gjithmonë në zemrat tona. Dhe njëherë i shprej ngushtimin e familjes, jam të mirë shoku im Ramadan. Me fjalë vlerësimi u shpreh edhe kryetari i komunës së Rahovecit, Smajl Latifi. Ndarja nga jeta e basës Ramadan Rama na ka pikëlluar të gjithëve, sepse ishte një personalitet që për dekada me radhë ishte pranë njerëzve në çastet kur ata kishin më shumë të nevojë për mbështetje, për mirëkuptim dhe për shpresë. Ramadan Rama themeloi qendrën për punë sociale në Rahovec në vitin 1978, institucion të cilin e udhëhoqi për 30 vite.